motor. Miri! Qore se vajtë orë 12. O, po lëndhe pak o ba se po më flijet. Zgjoma të them, zgjoma të shi. Shokët e tu kanë shkuar në punë. Ti fle enda akoma. Po që punë o ba? A këtu nuk e djerë. Qau! Urdhë. Hiq si gjithmonë në orë 12, e? Ai, ditë jam si gjermanët gjithmonë në orar. Po. Tani me Lin, në rregull. Do gojmë bashkë me Benin. Prap punë sot? Sot do vonohem pak. Qa problemi ka? Pase mos kam punë tjetër. Pastaj ti e di që unë punën dado se adhuroj, sidomos vajzën tënde, e dua shumë. Mirupafshim. Mirupafsh. Pagesën e këtij muaji do ta vonoj pak. Pa problem. Pa problem. Melin! Hajde. Kosi? Nuk është kosi këtu. Ku është kosi? Hajde. Ullu aty. Atëre, sot do flasim për familjen. Ti Blerta me kë jeton në shtëpi? Me nanën. Dhe? Me motën. Blerta jeton në familje të vogël. Si dini juve, ka ndonjë rregull familja? Nuk ka rëndësi, është e madhe apo e vogël, rëndësi ka të kesh familje. Shumë mirë. Mirëdita. Mund ta marr Blerta pak më herët? Po, mund ta marrësh. Blerta, përshëndeti shokut, detyrën do ta vazhdojmë nesër. Mirupafshim. Ditë e mirë. E pra, unë jam presidenti i firmës. Mos duke që di, por unë njoh ligjet më mirë sa ata të rriturit.
E kur të mësuan mami dhe babi, u desha provimi im, se ndryshe. Tani, ullu pranë kompjuterit dhe shkruaj ato që do të them. Ikim të leja si ka ftoht. Në bazë të ligjit numër... Hajde, Livia, hajde të të prezantoj me sekretaren time. Nuk kam kohë, erdha të them që grupi ka dalë në protest para parlamentit. E pse? Sipse po a vendosën dje në darkë. Po a ju thash se kjo protestë është e jashtëligjshme? Kujt i keni marrë leje? Kanë për t'i përzon sa po t'i shohin? Lërë se sot s'ka as parlament. E ullu këtu e i themi kësaj sekretares time t'na blej nga një akullore. Ikim të leja se kam ftoht. Prit edhe pak. Unë të thash të mos e merë, po prapë e marë. Ja filloj të shijet se duroje. Nuk është për këto punë kjo Klea, mira ka Marko. Sa të dhonojnë dhe këta, Danieli nuk ka për të ardhur. këtë e di. Kote dhe Gon dhe Livia, kërkojnë të na sabotojnë. Ta një ngele më të pak në numër. Kam ftoht. Edhe mua më shkojt në tualet. E dini qa, kot kemi ardhur. Përderisa nuk kemi gjithë në një mëndje, kot dalim e protestojnë. Ikim tani. Sot të shkollë. Më ngriti zisha në matematikë dhe më sa se bëjnë 2 herë 3 dhe unë i thash që bëjnë 6. Shumë mirë. 2 dhe 3 bëjnë 6. 2 herë 3 bëjnë 6. Pastaj më thë se bëjnë 3 herë 2. Oh, ku që ndronë ndryshimi këtu? Edhe unë atë i thash. Shumë mirë. Mirë, Beno? Do ndim? Se nuk e thua të të biri, po e ke bërë si viç. Qa viç i them dhe unë? Si dinozaur. Po, sa i shqitur me një këti njeri jo. Ta njësh në pozit dhe të qozit duket vjetja. S'ka faja i, po, do të më kërkoj të luaj dhe të haroj. E dini, këtë vit do shkoj me pushime në Spanjë. Ti këtë punë ke vit për vit. Jo, vjet isha në Austri. Po vitin tjetër ku do shkosh? Në Suedi. Sa për Terezi e pas ka i babi jot? Babi nuk e ka patur mendjen të merret me piktura. Se, çfarë ka të keqe të merresh me piktura? Ata janë artist. Po pra, artist. Vajza më lodhët, vetëm ngrindeni.
Ajo e filloi e para. Ju brava! Që nuk jenë mësim? Po ju se s'jeni në mësim. Ne mbaruam. Opa, do t'ju gauzet e mami. Lalin, Marko, ti të e sekretin. Deja, së shpeti do ikim në një ekskursion dhe ti do vish me ne. Vërtet? Hajde Genti. Po ku erdi kjo grifsha? Mendo se do thot gjë? Jo me jo, derisa të vajmë fjallën, jemi të rrezikuar për isoj. Marko, ju dëgjova, provoni mos ta mbani fjalën se janë ndrejçun. Mirë dita. Mirë dita. A mund ta lë pak mbesën sot këtu me ty? Që diskutor, pa tjetër. Do rishme qaci bejnin. Sa ti halla mirë? Hajde, se kemi për të gjëra të bukura. Miru pafshim. Miru pafshim. Në vrap? Për vrap bejni, ti e di trupi në formë? Sigurisht në formë. Hajde, test të marë. Miru pafshim. Se nga të lini kjo ide sot ba, Dua të shoh me sytë e mi. po ku ka më kafsh atje? Luani, është atje. Luani është zbutur, po të hysh në kafaz me të, nuk ka fuqi as të jap dorën. Po majmuni? Majmuni? Majmuni ka kohë që ka nisur dietën. Kriz ba. Kriz, e? More, mos e ndodhur gjë ti. Ta hajtë gjë? Ashtë të pijet gjë? Me i pije freçkuse, të ulemi pak që thua. Sami, është da i bukur. E kom shi, vrap, e? Beni hama mirë, Vrap, e? e diti. Shu. Ke nxjerr djalin për vrap? Jo, do ta fusu kopshi zoologjik. Dua të them, do ta çoj të shoj kapshet, të ngon për kapshet. E po mirë, suksesa. Hajde, mirë pafshim. Kujdes, e? Hajde, se na iku majmuni. Di. Çfarë ke kurgjishë për sot? E ti që nuk shëtroj në tjerat. Ore, Gendi, pse nuk shkon në bashkohesh me ata? Pa unë dhe e kemi armiq ata. Ke nevojë për mua? I kanë dhe më lera atëra në mision. Mision? Keni marrë me nëjë të shitem? Po të gjithduhet, s'ke punë të dua për të
të marrë. Unë natyrisht që kam punët e mia, se s'kam kohë për tuajat. Ke punë më të mdhati në fakt. Në zyre. Në zyrën e babit. Po ti Livia, do vish me mua? Jo, unë po kënaqem këtu. Opa, që ka përqar grupi. Ore, në të njëjtën orë vini këtu dhe lozmi, në të njëjtën orë që ne hymë qetësohemi, e të shplodhemi. Ore, merrni veç apo jo? Po edhe ti kur lejmë ne që të hysh në shtëpi? Po, më fal. Harrova të të marr leje ty kur të veten në shtëpinë time. Ore, ikni lozmi në një vend tjetër. Ikni se nuk i la të qetë banorët e këtij pallati, merrni veç apo jo? Vetëm Tianko është këtë pallat. Ami, vetëm unë. Dera jote. Po. Organi. Gjeni një vend më të mirë, një vend për fëmijë, një vend ku të ketë lodra, të lodhni, po pra kështu. Na thoj një vend ku të shkojmë dhe ne do ikim me një herë. Pra zër Xhevapti, unë flit, ti flit, ku ka lodra për ne, ku s'ka lodra për ne. Unë do të vete atje të vete këtë... Sa ishte nxehur. Mire ka. Pse nuk gjeni ndonjë vend tjetër për të luajtur? Ju e shqetësoni gjithë lagjen. Shumë e drejtë, ky nuk është vend për të luajtur. Si u bëjo puna e ekskursionit se ne po presim. Sot është dita fundit. I është mbushur mendja e asaj mamit tënd, do largohet. Ku t'i gjon ajo? Ka mendjen e saj. Do t'i iki jashtë shtetit. Kujton se jetohet më mirë jashtë shtetit. Sigur se kam provuar unë. Kam punuar nga mëngjesi deri në darkë, sa më janë bërë sytë qakër. Hajde, se shtemi mirë. Nuk jemi hiç mirë. Do më marrim malli për ty. Ke disa të dua unë. Ma mbushi shpinë gjithë gëzim. Për çfarë t'i bëja ti gomarit tim? I kam thënë 100 herë. Dile dhe bardil, jeni vajzë, martohu, bëhu me grua, bëj fëmijë, djemë, vajza, e ja rrisja unë. Nuk ishte nevoja të bëja dato tek të tjerët. Mi mbushet mendja ti. Na, kokë shkëmës. Jo se mami që shumë korekte me mua. Mi punon të ato i dek. Njerë një muaj, njerë 2 javë, herë mi jepte me vones, herë gjysmat. Po, a thu se s'kam nevojë unë për punë. Tashi, thua do më marri valë njerinë punë mua. Ja, i kam shkruar të gjitha këtu. Ja, kërkoj të punësojmë si dado me eksperiencë. Njoh kompjuterin shumë mirë, flas 3 gjuhë tuaja, do ta bëj fëmijën tuaj të lumtur dhe javën e parë do punoj në provë. Në rregull? Mirë kam. Hajde ikim se do shkojmë tek mami. A thu do më paguaj tash apo kur të kthehet jashtë shtetit, po u kthye. E more vesh dhe një tjetër i pa punë nga pallati jonë. Kush? Beni, kë kom shillin. Sos s'ka punë për të rinjt, e ja më për Beni. Nuk ka mallin e Benit, po të toni. Dea brëm, po më shkonte me ca sy. Ishte gati ti thoshte mamit që kemi lënë disa orë mësimin. Më duket se të kapa.
I themi Benin të bëjt udhëfysi ynë, organizojmë dhe bëjmë këtë ekskursion. Edhe veshën da bjenë rehat nga jotea. Dhe me Benin prindit janë dakord. Ku e tjetër? Tjeta, Po, komshi, kurdo? më fali një minut. Nuk e kam zakon të fus hundën në punë të tjerëve, po kur shoh disa gjëra që nuk më pëlqejnë, jam i detyruar të ndërhy. Shoku, s'po të marrë vesh se si ke halën. Kam fjalën për ata fëmijët e pallatit. Duhet të ish më dashamirës, më i ngrohtë, më Urdhra? të gjithë kemi qenë fëmijë. Edhe unë kur kam qenë fëmijë s'kam lënë dy kur bashkë. Po, shoku, ti kur ka qenë i vogël mbas se si ke lënë dy kur bashkë. Po unë vi nga familje të nderuara, familje me edukat, jo kështu. Po pra. Ja, urdhë. Edhe kjo vepër atyre është, atyre fëmijëve të mrekullueshëm. Më falë ore. Shoku. Mos ke filluar të punosh gjiko të fundit dato për ata fëmijët e vegjël. Po ti më ta bëjmë. Po djali. Një lloj, një mendje fiks me ata ke. Ore, në të njëjtën orë vini këtu dhe lozim, në të njëjtën orë që ne hymë qetësohemi, e të shplodhemi. Në serinë e parë, ju njohët me banorët e vegjël të një pallati. Vetëm Tianko është këtë pallat. A do ta mbaj fjalën e Nea për ta marrë të motrën e ekskursion? Marko, ju dëgjova, provoni mos ta mbani fjalën se janë ndrejçun. Çfarë ndodh me Benin? Datun e pallatit. Pasi është larguar Merlini, vajza e vogël për të cilën ai kujdesej. Thua, do më marri vallë njerinë punë mua. Burri me kapele shfaqet atje ku fëmijët luajnë çdo ditë. Çfarë ka ndodhur me prindrit e dy motrave, Kleas dhe Blertës? Sikur s'të shohim. Na ndiqni në serinë e dytë të Dadoja e pallatit ton. Jo. Të kam marrë për babin. Një. Atëherë unë kosin do t'ja jap Ariu të bardhë atje. Zotë Ari, merr një lufsh nga kosi me linës. Ore, na çmendet dhe lujtet me të. Ore, gërshera. Ore, na çmendet me të. Gërshera. Në të njëjtën orë, gërshera. Gërshera. Edhe tara, gërshera. Në të njëjtën... E shumë, të qëtë? Marko. Nea. Marko. Marko e nga të... Ka motor. Tregoj që Kallës si shkoj shkolla sot? Lapsus dhe njëherë. Tregoj që si shkoj shkolla sot? Jo. Tregoj pa Kallës si shkove sot në shkollë. Edhe një. Mirë, Beno? Më ramizën si. Po ju, ishte nga troj. Po nga troj të fjallë. Dhe ju provoni mos ta... Motor, Dhe ju provoni mos ta mbani fjallën. Dhe ju ndrejqun. Hajde nginëse. Ta fundin sot. Jo. Hajde këtu. Hajde. Merlin! Hajde. O Merlin! Ka kod. Kështë e bukur. Më të më